këtë drejtim ne kemi pasur takim edhe me të, por është një njohës absolut i mirë i rrethanave politike që nga koha e ish Jugosllavisë, sepse viteve të 80-ta si student ai që pas ka frekuentuar edhe në Sloveni, edhe në Kroaci, edhe në Kosovë, edhe në Serbi, edhe gjithandej, madje ka vazhduar edhe kohën e para luftës, shumë të afërt, dhe luftës në Kroaci, në Bosnjë e Hercegovinë, luftën në Kosovë, dhe tani pas luftës, dhe si njohës i mirë, me pas një dyshim se e njihte mirë edhe regionin e Preshevës, Medvegjës e Bujanovicit. Dhe në këtë sens, me pas një dyshim se kjo shtyri që në janar, me njerë pas 26 dhjetorit, këtij viti në mesin e janarit ose në pjesën e dytë të gjysmës së janarit u organizua dhe ky propozim ligji në Kongresin Amerikan, ku kërkohet natyrisht prej State Departamentit e sidomos prej sekretarit shtetëror të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të ndërtoj tani një listë të shkeljes drejtave shqiptarëve në Preshev, Bujanoc e Medvej, por edhe pakicave tjera kombëtare në Serbi, në mënyrë që ajo të procesohet më tutje në Senatin Amerikan dhe të sjellë një vendim presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Është më e gjerë ajo që kërkon ky projekt ligj pra edhe për qytetarët, çfarë është konkretisht? Se janë shumë çështje që i prekin shqiptarët në luginën e Preshevës. Ne kemi përcjell edhe pikat që i ka shkruar në drejtim në këtë projekt ligj dhe që ka kërkuar absolutisht shumë të qëndrueshme dhe ato që ne kemi thënë. E para është diskriminimi që i bëhet shqiptarëve në lyerjen e adresave në regjistrin civil të stacioneve policore ku ka shqiptar Preshev, Bujanoc e Medvej, dhe në këtë drejtim atyre ti pamundësohet